Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdëlimtar i madh. Një kurështar ka pyetur për dënimin që do të ngjaj ndaj jo besimtarëve, për të cilën dënim s'ka pengues. Ai dënim është prej Perëndisë, Zotit të shkallëve të larta të mirësisë. Ngjitën hipin tek ai e ngjit dhe shpirti i Xhebrailin në një ditë që zgjat sa 50.000 vjet sipas llogarisë së kohës sonë në tokë. Andaj bëhu i durueshëm me durim të bukur. Ata me të vërtetë dënimin e mendojnë të largët të pamundshëm, kurse ne e dim të afërt. Atë ditë kur qielli do të bëhet si llom i vajit, e malet do të bëhen si lesh i shprishur lloj-lloj ngjyrash. Kur i afërmi nuk pyet asgjë për të afërmin. Njeri, tjetrin do ta shohin. Atëherë, fajtori dëshiron të paguajë dënimin e asaj dite me djemtë e vet, me gruan e vet dhe vëllain e vet, dhe me farefisin e tij të ngushtë, si dhe me të gjithë ata që gjenden në faqet e tokës, vetëm për të shpëtuar. Jo kursesi. Ai është zjarri që duke e kapur për kokë. E tërheq ka veti atë njeri që ja ka kthyer shpinën dhe i është shmangur të vërtetës, dhe ka grumbulluar pasuri dhe ka depozituar duke mos dhënë asgjë. Njeriu me të vërtetë është krijuar lakmus vetjak. Kur e godit e liga, dëshpërohet, e kur t'i bie e mira, bëhet kopras nuk jep, refuzon. Po besimtarëve, të cilët në lutjet e veta namaz janë të qëndrueshëm, dhe që në pasurinë e tyre ka të caktuar një pjesë, për lipësin dhe për të varfërin që nuk e zgjat dorën, dhe ata që besojnë ditën e Kiametit, dhe ata që druajnë nga dënimi i Zotit të tyre. Me të vërtetë, askush nuk është i sigurt prej dënimit të Zotit të vet, dhe ata që i ruajnë pjesët e turpshme të organizmit të vet, përveç ndaj bashkëshorteve të tyre dhe ato që i kanë në pronësi, me të vërtetë nuk meritojnë qortim. Kush kërkon jashtë këtyre caqeve është kundërvajtës. Edhe ata që i ruajnë amanetet dhe i plotësojnë obligimet e tyre, edhe ata që dëshminë e tyre e zbatojnë, edhe ata të cilët e kryejnë namazin në kohën e rregullt, ata në kopshtet e xhenetit do të nderohen, përse jo besimtarët nxitojnë kati. Djathtas e majtas, tuba, tuba. Që çdo njeri prej tyre dëshiron të hyjë në xhenetin e dhuntive pa merita? Kursesi, ne me të vërtetë i kemi krijuar ata prej asaj që e dinë. Dhe unë betohem me Zotin e lindjes dhe të perëndimit që ne mundemi t'i nderojmë ata me më të mirë prej tyre dhe ne nuk jeni të penguar. Andaj, leriti ata le të zbaviten me gjërat e kota dhe të luajnë përderisa të hasin e ditën e tyre të caktuar. Dita në të cilën dalin nga varrezat duke vrapuar, thuaj se po nxitojnë te idolet e tyre, me sy të varur që i ka kapruar poshtërimi. Ajo është dita që është premtuar atyre,